Mitropoliti i Gjirokastrës Imzot Dimitri u nda nga jeta të shtunën. Kështu konfirmoi Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Kleriku 85 vjeçar ndoroi jetë në Spitalin Universitar të Janinës, ku ndodhej i shtruar për shkak të komplikimeve shëndetësore të shkaktuara nga një infeksion respirator dhe endokardiak, të cilat i sollën pamjaftueshmëri të funksionit të shumë organeve, thuhet në njoftim. Mitropoliti Dimitri lindi në shtator të vitit 1940, në seras të Greqisë dhe ishte diplomuar në Fakultetin e Teologjisë në Universitetin Aristoteli të Selanikut. Ai u bashkua veprimtarisë mësimore të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që në hapat e saj të parë, pas mbërritjes së kryepiskopit Anastas në muajin gusht të vitit 1991. Fillimisht nga vjeshta e vitit 1994 shërbeu si potosingjel i Mitropolisë së Gjirokastrës. Më 11 shtator të 2006-s, ai u zgjodh mitropolit i Gjirokastrës dhe u dorëzua episkop më 16 nëntor në kishën e ungjillizimit në Tiranë. Ceremonia e frymëzimit të tij u mbajt në Gjirokastër më 26 nëntor të potë atij viti. Ndërkohë, gjatë 19 viteve të shërbimit si mitropolit, Imzot Dimitri vlerësohet se dha një kontribut të rëndësishëm në ringjalljen e Kishës Ortodokse në Shqipërinë e Jugut. Ai u dallua për përkushtim të thellë, urtësi dhe vizion shpirtëror, kështu thot Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Për një periudhë të gjatë shërbeu me përkushtim si zëvendës kryetari i Fondacionit Arsimor, fryma e dashurisë të themeluar nga kryepiskopi i Ndjer Anastas, me qëllim zhvillimin dhe përparimin e arsimit ortodoks. Shërbesa e varrimit do të mbahet në Katedralen Ngjallja e Krishtit, në qytetin e Gjirokastrës, më datë 1 korrik të 2025-s në orën 11.